Reperi i njohur nga Kosova, Ensar Elshani, i njohur me emrin artistik Fuego, është arrestuar dhe ndaluar nga policia pas një incidenti të dyshuar për dhunë familje që ka ndodhur për dje gjatë mbrëmjes. Sipas burimeve të Index Online-it të afërta me rastin, organet e rendit janë thirrur pas raportimeve për një konflikt të ashpër brenda familjes së reperit. Në momentin e mbrojtjes së policisë, Fuego është shoqëruar në stacion për intervistim, ndërsa më pas ndaj tij është marrë masa e ndalimit 48 orësh, siç parashikohet në procedurat e rasteve të dhunës në familje. Kryetari i Komunës së Prishtinës, Parim Rama, është shprehur i bindur se dikush do të përfundojë në burg pas kallëzimit penal që ka dorëzuar kundër ministrit në detyrë Hekuran Murati dhe 3 zyrtarëve të kësaj ministrie për mos alokimin e mjeteve nga të hyrat vatanake. Rama tha se bëhet fjalë për 35 milionë euro që janë bllokuar komunës që ai e udhëheq. Ai tha se Murati mund t'i shmangte një skenar të tillë duke arsyetuar se është ministër në detyrë, por se në fund bara do të bie tek zyrtarët. E thënë ligjin edhe 100% dikush prej tyre do të hyjë në burg. Ky nuk e ka këtë problem sepse mundet teknikisht me ik burgut sepse thot jam në detyrë, e këtë tjetrën e kam përgjësi edhe i përdor edhe i shti në burg, ka deklaruar Rama. Sipas Ramës, bllokimi i këtyre mjeteve është i jashtëligjshëm. Është pikërisht ministri Hekuran Murati dhe zyrtarët aty që i bllokojnë të hyrat vatanake të kryeqytetit që janë 35 milionë euro, po i bllokojnë jashtëligjshëm. I teket ministrit në detyre zyrtarëve që s'kan çare pa e dëgju që me i blloku fondet e kryeqytetit, lojë që po zgjatet që 9 muaj, ka thënë Rama në RTK Dukagjini. Se përket situatës me punëtorët e trafikut urban, Rama ka thënë se Murati as që intereson kjo punë, tha se i ka bllokuar edhe fondet e tjera, teksa pjesëmarrja e tij në protestën e punëtorëve tha se erdhi me ftesë të tyre. I kanë bllokuar edhe fondet e tjera edhe fondin për investime kapitale e shumë fondet e tjera që na kanë pamundësu me i kry punë në kryeqytet e me na qit neve keq që me i fitu zgjedhjet. Ministrit në detyrë nuk i intereson pas një emocion sillet ndaj protestuesve, moftuan dhe u bashkangjita. Ai tha se punëtorët kanë punuar me muaj të tëra pa paga, me shpresën se pas zgjedhjeve do të paguhen. Sa i përket konferencës që mbajti Murati mbrëm, Rama ka thënë si ka ftyrë me gënjyrë.